Përshëndetje. Si kanë qenë këto 3 ditë panajiri për ju? Mirë, shumë intensive, po shumë mirë. Cila ka qenë gjëja që u ka bërë më shumë kështu? Në nivel organizimi, duke qenë se ne kemi pjesëmarrëse edhe në panajiret e tjera që nuk janë në Shqipëri, po që janë në Ballkan kryesisht, më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë organizimi. Cila është ajo gjë që ju do të ndryshonit për mirë? Apo asgjë? Ndoshta pjesëmarrja e brendeve që janë pak më tepër profesionale, po kjo është një çik individuale të kompanive. Por që për që tjerat është shumë mirë. Për të gjithë ata që ndoshta nuk kanë mundësi të vinë fizikisht, s'kan pasur mundësi që të vinin fizikisht këto 3 ditë, çfarë duhet të dinë për klinikën tuaj, brendin tuaj? Mesazhi im do t'i drejtohet profesionistëve të lëkurës që duan t'i ofrojnë klientëve të vet diçka më tepër se thjesht një trajtim. Në SQT, që është një brend ndërkombëtar që ndodhet aktualisht në 85 vende, do mund t'i ofrojnë klientit nëpërmjet një trajtimi totalisht të biomicroneedling totalisht natyral, bashkimin me naturalitetit me teknologjinë dhe inovacionin. Është për herë të parë në Shqipëri dhe është totalisht një trajtim jo invaziv që nuk aplikohet nëpërmjet një aparature i cili rigjeneron dhe shkurton më saktë ciklin e rigjenerimit të lëkurës nga 28 ditë në 7 ditë. Vetëm kjo mjafton për ata që e njohin mirë të t'i japi kuptimin e atij që janë vlerat e SQT-s. Shumë faleminderit. Të lutem.